Ju faleminderit. Unë do kthehem te një pyetje, a i don qeveria shqiptare dursakët, ai sa don gaforët dhe karkalecat? Dhe këtë do ta shtjellojmë, do t'ju tregoj pak më pas. Së pari, ajo që mungon është mungesa e analizës alternativave. Cilat janë alternativat? Pra, alternativa e vetme që ka dhënë qeveria është do mbyll portin e Durrësit, do krijojë një port të ri në Porto Romano. E para, a është ky port me madhësinë dhe thellësinë e nevojshme? Qartazi na u tregua që si madhësi ishte 1/4, si thellësi gjithashtu nuk e plotson. Atëherë që në këtë mes ne duhet të rrasim Shqipëria shqiptarëve, jo e tradhtarëve, sepse është çështje e tradhtisë kombëtare menjëherë. Të kemi parasysh që çdo fizibilitet që bëhet krahason disa alternativa. Momenti që nuk ka një analizë të hapur të alternativave tregon që është një aferë korruptive me pasojat të tradhtisë kombëtare që duhet luftuar fort. Të kemi parasysh që në rrugën e kombit, në rast se do merrnim ato alternative, fizibiliteti gjithashtu duhet marrë dinamik dhe jo statik. Në rast se në alternativën e analizën e alternativa gjatë rrugës kombit, ne do merrnim për bazë vetëm ato makina që kalonin aso kohë në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, në Morin, nuk do justifikonte rruga e kombit. Pse? Sepse rruga ishte gjithkthesa, ishte shumë e keqe, shumica e makinave i binden nga Maqedonia, nuk shkonin fare. Por sa po u bë rruga e kombit, menjëherë të gjithë trailerat e të gjithë Shqipërisë jugore shkuan në Kosovë. Në Kosovë, pika gjatë kohës së fundjavave mund të kalojë mbi 1 orë. Pra, një volum i jashtëzakonshëm. Ndaj duhet bërë një analizë alternativash, fizibël, dinamike dhe jo statike. Duhet të kthehesha tek çështja e ndotjeve. Profesori më herët tha që porti i Durrësit është porti i cekët dhe ka nevojë për gërmime. Sa herë merren gërmimet lumrat, këto i hidhin në radhën e jashtme. Rada e jashtme është thjesht në det të hapur, ta marrin vesh të gjithë të tjerët. Normalisht, kur në 2013 qeveria shqiptare do të bënte thellimin e portit të Durrësit dhe kërkoi një hua nga Bergji, Bergji tha stop. Ju do bëni thellimin këtu? Po këtu në këtë port janë ngarkuar mbetjet e kromit. Mbetjet e kromit me përkufizim një metalet e rënda. Si do i hidhni ju këto metalet e rënda në det të hapur, do të cënoni gaforet, kakalecat e të gjithë me radhë. Tani imagjinoje kur Bergji vinte kushte për të bërë modelim mjedisor, modelim dinamik, se si do shpërndaheshin këto mbetje. Ne çfarë po bëjmë? Bash aty ku kemi mbetjet e kromit, po bëhen pallate. Pra mund të rrezikohen me metalet e rënda njerëzit, banorët, fëmijët, që të gjithë. Të kemi parasysh që gjatë qeverisë së SPD-s u bë një inkapsulim për mbetjet e lindanit dhe kromin 6 valent, si mbetjet rrezikshme kancerogjene. Tani, atë që e kemi pasur si standard, e inkapsuluam në mënyrë që të mos helmohen fëmijët në Porto Romano, ne i bëjmë këtu te porti. Pse? S'ke asnjë lloj, asnjë fletë analize si e ke cilësinë e tokës. Ndërkohë që ne e dim fare mirë se si është. Tjetër, Shqipëria është palë e një konvente, quhet konventa e Aarhusit. Kemi pasur drejtorin, Gavroshin, është Emiriana që e din fare mirë, është Genti që e din. Konventa e Aarhusit është konventa OKB-s që ka të bëjë me pjesëmarrjen publike në vendimarrjen që cënon mjedisin. Është e detyrueshme sipas konventës së Aarhusit që para se të bëhet një aktivitet i cili mund të cënojë mjedisin, të ketë dëgjesa publike. Dëgjesa në të cilën të fliten dhe qytetarët të kenë të qarta çështjet sociale, ekonomike, mjedisore. Dhe në fund fare të shohin kush do jetë impakti nga këto dhe si do zvoglohet ky impakt. Për fat keq, kjo konvent është injoruar totalisht. Gjatë kohës qeverisë së SPD-s ne kishim dëgjesa publike qoftë edhe për një magazin kur u bënte. Një qendër transferimi mbetjesh kur u bënte dëgjesa publike. Për hidrocentralin e Devollit janë bërë të paktën 6-7 dëgjesa publike në çdo komunë dhe në Gramsh. Për Tapin janë bërë dëgjesa publike në çdo fshat, në çdo komunë, dhe jo një herë, por 10 herë.
çfarë ndodhi me këto qytetarë? Qytetarët tani janë të papërfillshëm për qeverinë, asa gaforret edhe karkalecat? Po të kemi parasysh të rrugën e Kombit. Të qesat kanë shkuar në çdo cep, në çdo baçe që do të cënonte rruga. Për të parë, çfarë cënon, cila do jetë kompensimi. Së fundi, dua të them çfarë mund të bëjmë neve. Fakti është, përderisa sipërfaqja dhe thellësia janë minimale, pra nuk janë as sa porti ekzistues i Durrësit, qartazi, kjo është një ndërmarrje e pisët. Është një ndërmarrje që nuk do as mend as kalem. Dhe në mungesë të alternativa, kjo duhet luftuar. Si mund të luftohet? Ka 3 rrugë, përveç se natyrisht në Këshillin Bashkiak të Durrësit, që duhet dëgjuar, por aty kanë shumicën dhe mbyllin me fuqinë e kartonave. Për mendimin tim, PD-ja duhet dali me një set aksioni. Aksion në 3 nivele. E para, fushata Shqipëria shqiptarëve jo e tradhtarëve. Dhe të kemi 1. Partia Demokratike të çojë në gjykatë kushtetuese një padi ndaj kësaj marrëveshje, si marrëveshje që bën në dhunim qoftë në Konventin e Aarhusit, ku Shqipëria është palë, qoftë në MSA-n, ku Shqipëria gjithashtu është palë, sepse Edi Rama ka lidhur kontratë pa konkurrencë të hapur. Mungesa e konkurrencës cënon MSA-n. PD-ja duhet ta hedhë në gjykatë kushtetuese këtë si marrëveshje korruptive dhe që cënon interesin kombëtar, cënon 2 konventën e Aarhusit dhe MSA-n, që për kufizim, duke qenë marrëveshje ndërkombëtare, prevalojnë ndaj ligjeve vendore. Pra së pari gjykata kushtetuese. Së dyti, kontaktet në të gjithë nivelet në Komisionin Evropian. Është cënuar MSA-ja. Shqipëria po bën propagandë që do hyjnë BE të gjitha me radhë, Shqipëria nuk respekton MSA-n, sepse portin e ka bërë portin e troplinëve, sepse vjedhjet dhe korrupsioni i Edi Ramës cënon sigurinë kombëtare, cënon fizibilitetin çfarë do lloji. Dhe së treti, unë do sugjeroja që PD-ja e Durrësit fillonte të mblidhte firmat për të bërë referendum lokal. Ne kemi eksperiencë ku para 10 vitesh, ne si Departament Mjedisi kemi mbledhur firmat, kemi çuar në KQZ për referendum lokal. Nuk kërkohen shumë firma, mos gaboj vetëm 10 firma, kërkohet një pyetje e thjeshtë, do i kërkojmë qytetarëve Durrësit. A e doni shkatërimin e portit ekzistues në mënyrë që qeveria të krijojë në Porto Romano një port që asnjëri s'e din se çfarë është dhe që do ecë 1/4 kapaciteti aktual. Kaq e thjesht pyetja. To 3 gjëra unë mendoj që duhet i bëjmë. Ju faleminderit.